Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit juve. Edhe pse nga larg ju I keni ndjekur zhvillimet e kësaj fundjavë të ngarkuar, duhet thënë. Si e pat protestën në Zvërnec të banorëve dhe përplasjen që pati aty? Unë jam munduar të ndjek sidomos ngjarjet që kanë bëjnë në rastet me policinë, sigurisht që në rastet që kanë bëjnë me hetimet e policisë, me hetimet apo me hetimet e prokurisë lidhur me ngjarje të ndryshme që zhvillohen në Shqipëri, dhe sigurisht edhe ngjarja e ndodhur në Zvërnec është një ngjarje që sigurisht do të marrë vëmendjen e opinionit publik dhe sigurisht të gazetarëve, dhe është e natyrshme si thua që gazetarët apo edhe opinioni publik të ketë një lloj interesi të veçantë për ngjarje të tilla, ku sigurisht bëhet fjalë për objekte apo për projekte të cilat ndërthuren qoftë me interesin publik, qoftë me pronën publike apo edhe me pronën private. Në një farë mënyrë, sigurisht që një situatë e tillë, siç thatë edhe ju, nuk mund të kalonte pa krijuar, si thua, një farë reagimi të opinionit publik apo edhe të banorëve të zonës apo edhe të pjesës tjetër të qytetarëve që nuk janë domosdoshmërisht banorë të qytetit Vlorës, të Zvërnecit apo të zonave përreth, por që sigurisht ka një impakt, ka një ndikim dhe një reagim automatik të kuptueshëm. Nga ana tjetër, reagoi siç duhet policia, pasi në fillim u pretendua që po donte ta mbante të fshehtë atë që ndodhi me një nga banorët duke u tërhequr zvarr nga policia private e kontraktuar. Unë nuk jam në dieni saktësisht se si ka ndodhur momenti për cilin thuhet, por unë di të them që spaku reagimi I mëtejshëm apo më I vonshëm I policisë që lidhet me, si thua, me shkarkimin e zinxhirit komandues të policisë së Vlorës që ishte I angazhuar me menaxhimin e protestës apo me menaxhimin e reagimit të banorëve të Vlorës, deri diku ishte I drejtë, si thua, shkarkimi I drejtorit të policisë së Qarkut apo edhe persona të tjerë të përfshirë në këtë situatë, por edhe me arrestimin e një prej punojësve të policisë të shërbimit të sigurisë private, policisë private pra, I cili u pa duke tërhequr zvarr një prej qytetarëve që ishin pjesëmarrës në protestë. Dhe sigurisht unë mendoj që këtu kemi një tejkalim flagrant të detyrave të një punojësi të policisë private dhe jo vetëm kaq, por ai ka tejkaluar edhe mbi kompetencat, mbi autoritetin që mund të ketë edhe policia e shtetit për të reaguar dhe të menaxhuar situata të tilla protestash. Nuk është absolutisht detyrë e një punojësi të një policie private, të një strukture të sigurisë private të kryej akte të tilla që kanë bëjnë me ndalimin, shoqërimin dhe arrestimin e aq më tepër që në këtë rast, siç thash, janë tejkaluar, si thua, kompetencat, sepse duket sikur ky efektiv I kësaj shoqërie të sigurisë private nuk kryen, si thua, neutralizimin, nëse mund të them deri këtu, të protestuesit, nëse do ta themi në këtë gjuhë, por ai shkon më tej duke përhequr zvarr, duke shkuar deri në limitet e heqjes së lirisë apo të pengmarrjes. Në këtë situatë, unë mendoj që policia e shtetit nuk duhet ndalet vetëm tek fakti që, siç u tha edhe sot në konferencë sypi, që drejtori I përgjithshëm I policisë ka ndërmarrë veprime disiplinore ndaj strukturave të policisë,
apo edhe heqjes së eficiencës së shoqërisë private. Për mendimin tim, edhe sigurisht arrestimin e personave të tjerë, të personit konkret apo edhe personave të tjerë të dyshuar. Për mendimin tim, duhet të ketë një hetim të plot penal dhe sigurisht edhe ndaj drejtuesve të kësaj shoqërie të sigurisë private. A duhet parë pasaj nëse kanë përgjegjësi direkte drejtuesit e shoqërisë apo jo? Kjo është tjetër histori, por unë mendoj që duhet të ketë një hetim të detajuar, të thelluar në këtë rast dhe nuk mendoj se duhet mbetet si rast i izoluar, sepse kemi parë edhe në raste të tjera kur drejtues apo përfaqësues apo punonjës të strukturave të shoqërive të sigurisë private deri diku marrin kompetenca të cilat nuk i mbajnë dhe nuk i kanë as efektivët e policisë. Pra është një tejkalim flagrant edhe mbi strukturat shtetërore të sigurisë. E kuptoj. Në fakt, Dashi është shumë e habitshme fakti që sa herë ne kemi protesta, edhe në ato të rjollit, ka gjithmonë një polici private atje, kushdo qoftë emri i saj. Nuk dua të futemi në emra kompanish në fund të ditës, dua të futem më shumë tek fenomeni. Dhe policët duket sikur shijojnë show që ata bëjnë me protestuesit, sikurse në rastin e rjollit. Pra. Ka një moment kur policia kthehet në qesharake në këto kushte? Atëherë, sigurisht që unë gjykoj që strukturat e shoqërisë sigurisë fizike private duhet të kenë, si thua, një limit të fushës e tyre të veprimit, një limit të kompetencave të tyre dhe sigurisht që nuk duhet të ketë në asnjë mënyrë, në asnjë rast përplasje të autoritetit të policisë apo vënie në diskutim të autoritetit të policisë, ndërkohë që strukturat e këtyre shoqërive, si thua, marrin edhe përfitojnë apo tejkalojnë kompetencat që ju jep ligji. Unë mendoj që ligji përkatës i shoqërive të sigurisë private është krejtësisht i qartë dhe që i ndalon pra ato të marrin edhe të kryejnë kompetenca policore të cilat janë fush veprimi dhe fush operimi e strukturave të policisë së shtetit në mënyrë ekskluzive. Pra, strukturat të policive private në asnjë rast nuk duhet të kenë kompetenca apo autoritet që dublon punën e strukturat policisë së shtetit. Do të thënë se këto struktura janë struktura ndihmëse të policisë së shtetit, të cilat punojnë në mënyrë të kontraktuar nga subjekte të ndryshme private. Dhe sigurisht që unë e quaj të pafalshme, është e patolerueshme që ka raste të tilla kur strukturat janë jashtë autoritetit të hetimit apo të hetimit policor, të veprimit policor, jashtë kuadrit të tyre të kompetencave, ata marrin kompetenca të policisë së shtetit. Unë mendoj që kjo duhet jetë një praktikë që duhet marrë fund dhe sigurisht mendoj që nuk duhet të diskutohet në asnjë rast autoritetit dhe fusha e kompetencave të policisë së shtetit. A veproi në momentin e duhur zoti Hita? Apo mund të kishte ndodhur diçka edhe më herët, përsa i përket shkarkimit të rjetit të zinxhirit drejtues të pjesës së Vlorës, drejtorisë Vlorës? Kjo është çështje që pastaj mund ngelet në çështje në një situatë subjektive, por mendoj që reagimi i zotit Hita deri diku mendoj që ka qenë korrekt, duke parë tërësinë e veprimeve që policia
ose më saktë strukturat hierarkike të policisë së shtetit kanë realizuar duke ndërmarrë menjëherë veprime që kanë bënë me arrestimin në kushtet e flagrancës punonjësve të policisë të shoqërisë private, të cilët kanë abuzuar, si thuaç, me kompetencat e tyre, që kanë tejkaluar në mënyrë flagrante kompetencat e tyre dhe autoritetin që ju jep ligji, por sigurisht që në vlerësimin tim duhet të ketë një lloj strukturimi apo një lloj trajnimi më të specializuar të këtyre strukturave për që ata të kuptojnë fushën e tyre të veprimit dhe fushën e tyre të kompetencave. Nuk mundet kurrësi një efektiv i një policie private, siç thamë më pak më parë, të zëvendësoj një efektiv policie, të zëvendësoj një punonjës policie që ka ekskluzivisht detyrën dhe autoritetin për të ndaluar, për të arrestuar, për shoqëruar njerëz në kushtet e flagrancës. Në çdo rast ai mundet vetëm të bllokojë, të neutralizojë një person të caktuar deri në momentin që aty mbërrin strukturat e policisë së shtetit. Në këtë rast, pikërisht edhe mendoj ka qenë e drejtë deri diku edhe ndërhyrja e zotit Hita, nëse duhet kishte qenë më shpejt apo më vonshme apo më si thua, duke analizuar më në detaje veprimet e strukturave të policisë së Vlorës, kjo është tjetër çështje, por deri diku unë gjykoj se zoti Hita ka vepruar drejt duke shkarkuar zinxhirin drejtues policisë së Vlorës pas kësaj situate. Sigurisht që besoj që mund të ketë edhe çështje të tjera të cilat mbase zoti Hita ose drejtues të tjerë të policisë së Vlorës, qoftë policisë vendore, qoftë në strukturat qendrore të policisë së shtetit që duhet të analizojnë më mirë, dhe sigurisht edhe raste të tjera, siç përmendëm rasti i Rjollit, kur në mënyrë flagrante duket se strukturat e shoqërive të sigurisë private tejkalojnë kompetencat. Kjo, për mendimin tim, është flagrante dhe duhet marrë fund një herë mirë si praktikë. Pse oligarkët aktualisht ose kompanitë e mëdha, investitorët strategjik po zgjedhin këtë metodë, të mbrohen me polici private? Nuk kanë besim te policia e shtetit? Unë mendoj që marrja apo kontraktimi i shoqërive private të sigurisë nga bizneset apo edhe në rastin konkret nga biznesmen të mëdhenj që në shumë raste identifikohen apo etiketohen si oligark, mund të jetë si praktikë normale, korrekte, por sigurisht pastaj, siç thash më parë, marrja e strukturave të cilat apo e kompanive të cilat në një farë mënyrë garantojnë më tepër sigurinë e X apo Y kompanie, apo ka një lloj marketimi më të fuqishëm në treg për nga mënyra e tyre operimit, sigurisht që mendoj se mund të jetë një nga elementet, por sigurisht që pastaj besoj që mund të jetë element edhe fakti që këta biznesmen, këta investitor kërkojnë, si thua, një lloj garancie tek këto struktura dhe nuk pastaj sigurisht që mund të ketë edhe shërbime të tjera të policimit. Kjo policia e shtetit nuk i garanton dhe sigurisht që janë të detyruar të marrin këtë shërbim, por nga ana tjetër të marrësh një shërbim të sigurisë private qëllimisht për të shtypur apo për të ushtruar dhunë ndaj njerëzve, ndaj qytetarëve, kjo është, si thua, e pajusifikueshme dhe deri diku mbase edhe mund të jetë edhe një lloj presioni, një lloj tentative e tyre për të
çuar që mbase edhe me forcë apo me dhunë për investimet e tyre në më përpara dhe sigurisht që për të pasur edhe një operativitet më të shpejtë. Sigurisht që siç thash, kjo pastaj lidhet edhe me çështjet ligjore të investimeve që këto kompani apo këta investitor kanë marrë dhe kanë realizuar. Pikërisht. Janë lishme apo të palishme këto investime, pastaj sigurisht që është çështje që strukturat hetuese të policisë, prokurisë, qoftë edhe e prokuria e posaçme, duhet hyrë dhe do t'i verifikojnë si thua statusin ligjor të veprimit të këtyre investimeve. Dashi, njëkohësisht me fjalën e Ramos, ku mbronte investimin dhe artikulonte të mirat e këtij investimi në Sfërnec, SPAK ka njoftuar që ka nisur hetimin për Sfërnecin, ka sekuestruar dokumentacionin për të shtruar kontrolle më të hollësishme. Mendon se do të gjejë diçka lidhur me kaq informacion sa dhe ti disponon për këtë situatë dhe a do të ndalet investimi nëse gjendet diçka anormale nga SPAK? Spari njëherë unë mendoj që duhet sqaruar çështja e pronësisë së zonës, së hapësirës ku po zhvillohet investimi. Unë kam pasur rastin të isha në verë të vitit kaluar në Sfërnec dhe sigurisht në zonën ku besoj që po bëhet ky investim dhe për fat keq ajo që unë pash kishte një lloj lënie pas do të gjithë hapësirës atje dhe sigurisht që nuk mund të ketë një justifikim që kjo është lënë pas dore apo se shteti nuk ka mundësi ta menaxhojë dhe ta mbrojë. Unë besoj që kjo është në një farë mënyrë një justifikim që nuk mund të qëndrojë, por nga ana tjetër sigurisht që duhet të ketë, mendoj, investime të cilat do t'i hapin rrugë zhvillimit dhe përparimit të vendit, punësimit të njerëzve, zhvillimit të turizmit, të zhvillimit të zonave, por që besoj që duhet të ketë edhe një lloj studimi më të detajuar dhe më të saktë, sepse këto investime mendoj që nuk do të zhvillohen për sot apo për nesër apo për një periudhë të shkurtër kohore, por sigurisht do të zhvillohen për periudha afatgjata që besoj do të kenë ndikim jo vetëm tek banorët e zonës, jo vetëm tek prona e tyre, apo jo vetëm tek një situatë e momentit, por besoj që do të ketë direkt ndikim edhe në mjedisin e zonës, sa i përket përpunimit të shumë proceseve që kanë të bëjnë me zhvillimin e zonave turistike dhe unë mendoj që hapa të tillë duhet të jenë sigurisht të kujdesshëm dhe të panxituar nga fakti se dikush, një investitor apo një person i cili nuk identifikohet se si ka ardhur, se si po ka hyrë aty në atë zonë apo se si do ta realizojë këtë investim. Këtu është për një tjetër çështje që mendoj që është mjaft e rëndësishme është konsultimi me publikun dhe konsultimi me ata banor të zonës, të cilët, por edhe të Shqipërisë, sepse ajo është, si thua, në një farë mënyrë i përket si pronë publike apo private banorëve të zonës, por sigurisht është një lloj pasurie publike e gjithë shqiptarëve, të cilët në një farë mënyrë dashur pa dashur kanë një lloj pjese të tyre në këtë zonë, por edhe në zona të tjera. Dhe sigurisht që investimet nuk mund të bëhen në një farë mënyrë pa një studim të caktuar, pa një studim konkret se cilat zona do të zhvillohen apo ku do ndërtohen rezorte turistike, pse do ndërtohen aty dhe si thua edhe në bazë të një studimi të caktuar qoftë urbanistik, qoftë impaktit në mjedis,
apo impaktit ekonomik që mund të ketë në afat shkurtër apo në afat gjatë. Falenderoj shumë Dashir. Ju falenderoj juve.